shumë qytetarë kanë ndjekur, disa le themi e kanë në shkurt. Një tjetër histori pronash, një tjetër histori e zakonshme. Çfarë po ndodh në të vërtet në Baks Rjoll? Në Baks Rjoll, problemi i Baks Rjollit ose i këtij rasti ka dy dimensione. Një dimension ka të bëjnë me mund të themi me zonën e mbrojtur, sepse ajo është pjesë e një zone, ishte pjesë e një zone të mbrojtur dhe është pjesë bregdetare që ka lakmi të madhe për të zhvillu. Nga ana tjetër është dhe dimensioni i pronësisë, që është një dimension mund të themi i përgjithshëm që ndodh në Shqipëri dhe por se kush është pronari i ligjshëm apo i paligjshëm, instrumenti është shumë i thjeshtë. Shkohet hipotek, hapet historiku i pronës, shikohen pronart dhe shikohet transaksioni i pronës. Dhe është kaq e thjeshtë. Dakor, nëse është kaq e thjeshtë, këta njerëz pse janë protest? Këta njerëz janë në protest për disa arsye, mendojnë sikur kanë procese, edhe kjo është një problem i tranzicionit edhe të pronës në përgjithësi në Shqipëri. Kjo është një panoram që ndodh herë mbas here me gjitha pronat në Shqipëri. Ta janë pronar legjitim? Nuk e dim. Unë nuk e di, më thonë nuk e jap. Sot nuk e dim ende? Nuk e dim. Kush është pronari legjitim nuk dihet. Pra, unë nuk kam të drejtën të them se kush është, sepse duhet hap kartelat e pronësisë dhe transaksionet e pronësisë. Po këta më kot nuk pretendojnë. Këta nuk dalin më kot, por ka edhe një çështje tjetër. Projekte të tilla minimalisht duhet kenë procese graduale deri tek vendimarrja. Që do të thotë? Duhet shkohet, bëhet një projekt ide fillimisht, pastaj duhet shkohet dhe pyetet komuniteti. Sepse ai komunitet keq është pronar apo nuk është pronar, këtë nuk e dim, po them edhe një herë, por minimalisht duhet pyetet për zhvillimin që ka zona. Minimalisht. Si grup interesi, patjetër. Dhe këto proceset e mbyllura hermetike që bëhen me një firmë dhe komplet formale, normalisht që ashtu do të shkojnë. Pra, ne kemi konflikt social edhe nuk është hera parë që po ndodh ky konflikt social. Kemi konflikt social në theth të një natyre tjetër, kush është pronar, s'është pronar, ka leje, s'është leje. Kemi konfliktin social në Rjoll, kemi konfliktin social që është tek kullat e ndërtimi i kullës në Shkodër, ajo kulla e famshme që e dim se si është edhe nga dimensioni i pronësisë. Pra, çështja është e tillë edhe për vetë faktin sepse nuk është e drejtë dhe nuk është orientuar në mënyrën e duhur dhe në mënyrën që duhet ndjek ligji për të marrë një vendim të tillë. Kjo nuk është një vendim që merret nga lart poshtë, po merret nga të dyja kahjet. Normalisht kështu duhet funksiononte. Pastaj kemi edhe dimensionin tjetër që është edhe më i rëndë, që është dimensioni mund të them i grabitjes së pronës dhe për ta lënë që të zhvillohet. Kush e ka grabitur pronën? Pronën e ka grabit një farë mënyrë dhe ka lënë pre e investitorit shteti. Pse? Në vitin 2019 u bë një akt që ishte akt jo vetëm për këtë zonë, po për shumë zonat të tilla që janë të lakmueshme për të zhvilluar, që ishte ndryshimi i kufive të zonave të mbrojtura. Dhe kjo zonë është një habitat mendoj që është shumë i rëndësishëm, është zonë ligatinore që është mes, mund të them, Shëngjinit dhe Velipojës, që habitat shumë i rëndësishëm për të mbrojtur. U hoq si zonë, sepse u pa edhe lakmia që mund kishte, potenciali që mund kishte për të zhvillu në kuadër të këtij turizmit që po bëjmë ne, që janë turizëm në 2-3 duar dhe jo turizëm që i shkon nevojave të vendit dhe nevojave të qytetarit. I centralizuar. I centralizuar patjetër. Dhe goditja e dytë ishte në vitin 2024 kur u amendua dhe ligji i planifikimit të territorit. Ku, si pasojë e këtij amendimi, Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujrave fitoi të drejtën që të jepte leje ndërtimit në çdo zonë, në park të mbrojtur, në park të pambrojtur, në zonë mbrojtur, në zonë pambrojtur. Mund të japi leje ku ti teket? Ku ti teket me anë të instrumentit që ka ndërtu. Ky është një instrument që i teket të jap një leje dhe e jep kudo. Por ka një diçka që duhet të themi, procesi i dhënies së lejes duhet të marrë mendim nga bashkia. Dhe këtu është edhe hyrja që ne do bëjmë në kuadër edhe të Këshillit Bashkiak, ne kemi kompetencat tona në Këshill. I keni ushtuar këto kompetenca për banorët? Si ka mundësi që Bashkia Shkodër nuk thot asnjë fjalë
në këtë mesele, në këtë vorbull. Bashkia Shkodër minimalisht pra ka një detyrë institucionale për të dhënë mendimin me shkrim. Me shkrim, është dakord apo s'është dakord. Normalisht si mbrojtëse e interesave të komunitetit dhe banorëve dhe të bashkisë dhe të, si më thonë, të territorit bashkisë, ajo duhet i delte në krah. Banorëve, por jo vetëm banorëve, por edhe vetë për hir të procesit, duhet të ushtronte procesin. Dhe shumë e rëndësishme është që me sa kuptohet bashkia ka dhënë okejn. E ka dhënë okejn? Po nëse leja është firmos, bashkia ka dhënë okejn. Do të jetë si letër diku aty brenda. Është patjetër që është pjesë e procedurës. Leo të shkoj